Me rastin e ditës botërore të shëndetësisë nga Shkolla e Mesme Medicinale Nikola Shtejn dhe me pjesëmarrjen e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë në kuadër të Universitetit të Europës Juglindore, u organizua një aktivitet në qendër të qytetit të Tetovës për sensibilizimin e qytetarëve për sa i përket detektimit të hershëm të sëmundjeve metabolike. Besa Elmazi Leka, nga Fakulteti i Mjekësisë në UEJL, tha se detektimi i hershëm i sëmundjeve dhe parandalimi është shumë më efikas se sa shërimi i sëmundjeve, andaj i inkurajoi qytetarët që të shpeshtojnë kontrollet si dhe të shfrytëzojnë studentët që sot po qëndrojnë në shesh për t'u ofruar shërbime falas qytetarëve dhe kalimtarëve të rastit. Me rastin e ditës shëndetësore të 7 prillit, kemi organizuar disa aktivitete të cilat janë bazike për profesionin tonë, si që janë matja e glikemis, matja e tensionit, disa masazha të lehta që ofrohen pacientëve, këshilla të ndryshme. Këshilla e ditës që doja kisha dhënë banorëve të Tetovës sot është më mirë të parandalohet se sa të mjekohet. Një pjesë e rëndësishme do me thënë gjatë trajnimit të infermierëve dhe fizioterapeutëve të ardhshëm i kushtohet po kësaj teme edukimit shëndetësor të popullatës, sidomos moshave të vogla, moshave fëmijërore. Edhe drejtoresha e Shkollës së Mesme Medicinale në Tetovë, Malsore Ramadani, tha se nxënësit e shkollës që përfaqëson sot po i vënë në praktik njohuritë e tyre, duke u munduar që të prevenojnë sëmundjet metabolike të qytetarët. Sot me rastin e 7 prillit, ditës botërore të shëndetësisë, që përkon edhe me patronatin e shkollës tonë Nikola Shtejn, jemi këtu bashkë me nxënësit dhe profesorët e pjesës praktike në shesh, që të angazhuar për shëndetin e qytetarëve. Si profesionistë të së ardhmes në fushën e shëndetësisë, nxënësit tanë dijet e tyre të marra nga mësimi praktik, sot i vënë në shërbim të qytetarëve. Me këtë ata japin një mesazh të fortë për ndërgjegjësimin e ruajtjes së shëndetit publik dhe njëkohësisht krahas matjes së tensionit të gjakut dhe nivelit të sheqerit në gjak, ata do t'jenë edhe pranë qytetarëve pothuajse gjatë tërditës. Në këtë organizim, nuk mungoi as kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili e përgëzoi drejtoreshën, nxënësit dhe stafin e shkollës për angazhimin dhe përkushtimin në promovimin e rëndësisë së shëndetit dhe ndërgjegjësimit për një jetë më të shëndetshme. Po promovojmë ditën botërore të shëndetësisë dhe njëherët patronatin e Shkollës së Mesme të Mjekësisë në kuadër të komunës së Tetovës, bashkë me nxënësit e Shkollës së Mesme të Mjekësisë, si dhe studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në kuadër të Universitetit të Europës Juglindore. Këta nxënës do të kenë aktivitete për qytetarët që njerëzit edhe do të promovojnë programet e tyre, por edhe do të bëjnë konsulta të ndryshme konform programeve që i kanë për qytetarët e qytetit tonë. Me këtë ne kontribuojmë në vetëdijsimin e qytetarëve sa i përket shëndetit të tyre dhe masave të cilat ata duhet marrin për të parandaluar sëmundjet e ndryshme në funksion të thënies apo maksimës se më mirë të parandalojmë se sa të shërojmë. Këta studentë dhe këta nxënës sot janë këtu që qytetarëve t'ju tregojnë për rëndësinë e kontrolleve të rregullta shëndetësore për të identifikuar sa më herët ndonjë sëmundje që mund të kenë në fazat e hershme, sepse më lehtë pastaj edhe mund të merren masë. Dita botërore e shëndetësisë shënohet çdo vit më 7 prill dhe ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin dhe rëndësinë e shëndetit dhe kujdesit shëndetësor për të gjithë. Kjo ditë vendos në fokus çështje të ndryshme globale, duke inkurajuar parandalimin e sëmundjeve, kontrollet e rregullta dhe një mënyrë jetese më të shëndetshme.